Po nuk e gjitë malin, nuk quhet që ka ardhur në theth. Kështu që ju keni guida, si ja bëni për guida? Atër, nëse dikush vjen pa informacion, pa guida, normalisht do bujtin këtu jep informacionin se ku duhet të vizitojmë, çfarë duhet të bëjmë, ju tregon rrugë. Nëse është e nevojshme, ju jep edhe guidë lokale. Normalisht përgjithësi vinë me vete e kanë. Shumica e din, se normalisht në telefonet tash çfarë edhe shkon me Google Maps kudo, po për gjithë ata si nuk kanë informacion, nuk din ku me shku ose nuk do një guidë ekstra, sigurisht gjitha bëjtin atje ju ofrojnë njerëz që shoqëtojnë me kuaj, normalisht makina, taksi ose furgona. Gjithçka mundet me gjetë në çdo bëjtin si shkon, vetëm nëse ti duhet ta kërkosh, kaq është. Krejt e thjeshtë dhe gjitha e gjen. Çajin e malit. Çaj e malit. Çajin e thethit. Unë do pres të ftohet, pak se kam marrë me një dhëmball që e shtyva dhe një çik. Jashtë të kaloj dhe thethi, jashtë të kaloj dhe kjo, jashtë të kaloj dhe ajo, nuk e shty më. Më pre dentisti sa të meroj thethi. Kështu që po pres të ftohet se më bën keq. Petullat më bëjnë edhe më shumë keq, po. Merrni petull se s'po bën gjë. Po nuk kam që shishim e mjaltë dhe më në qelë fiku, ja. Ja, me mjalti. Unë kam thënë e mbylla. E mbylla, po. I do me mos mangër, po mirë. Do bësh ecje kështu si do i shkarkosh gjitha. Nga vinë zakonisht? Njerëzit po? Shumica e turistëve janë të huaj. Ja, tërkohës, unë flas të shikoj njerëz që dhe që më bëri përshtypje kësaj radhe? Gjitha makinat e ishin bardha, të gjithë shoferët ishin gra. Bëri shumë përshtypje. Po, është e vërtet gjithë, po thuaj që ndoshta jo gjithë, po shumica e turistëve që vinë i shoh gratë ty gra makinat e burrat. Po, bëri shumë përshtypje. Dhe më beso, në një moment paga një kështu përhumbje, thash, më duket se po fillon një film, sikur po xhirohej dhe isha brenda. E thon thethi ka qenë film dhe kur erdha herën e shkuar. Nuk e harroj kur atë herën që fryu, na i mblodhi të gjitha me drone, me ç'kishim, dhe ne që thoshim shpejt, mbaroni të filloj shiu. Kemi mbaruar me vrap. Tani është diell në gjithandej, është aq shumë diell sa ngjan se kur të djeg figurën, po në fakt të ngroh shpirtin, edhe të thotë që kjo copë Shqipërie është parajs. Edhe është jona. Se ndonjëherë na është krijuar idea sikur në thes vin vetëm të huaj, është vetëm për të huaj, sikur ju nuk na doni, sikur shqiptarët, shqiptarët. Po nuk është e vërtetë. Ja, nuk është e vërtetë. Normalisht kënaqësi kur të vinë shqiptar, se e para do shohin vendin e vet ndryshe. Ta jekën edhe konceptin se jo po në mal, jo po shoh, është ndryshe. Tu vinë për tënë botë, si mund mos vinë për Shqipërie, si mund mos vinë njerëz që si e kanë vendin e vet këtu. Ata që vinë për tërë botës, çfarë thon, çfarë pëlqen më shumë? Jashtëzakonisht janë të manitur nga bukuria e vendit, sigurisht nga mikpritja, si banorët, ja. Këtu banorët nuk i shohin klientat si lek, i shohin si miq, si janë ka vinë shtëpi. Tani çik si lek, shikoni ju sa goxha mirë çmimet më thon, nuk e di. Niga, shërbimet do t'i bash sigurisht se për shërbimet do marrësh atë që bën, por rrallë parë i shohin si miq. Se nëse nuk është ajo pjesa e mikpritjes se si shef njerëzit si të kanë ardhur si miq, ti e ke kthyer totalisht biznes. Alo këtu ka tradita, alo këtu ekziston respekti ndaj mikut. Dhe ata e ndjejnë? Sigurisht. E ndjejnë edhe aty ne bën për shumë përshtypje për shembull se çdo banor që hasin i përshëndet. Është diçka që nuk ndodh nëpër botë, nuk i intereson se kush je, kush se këtu i përshëndet. Në çdo lloj momenti që ata kanë nevojë për ndonjë ndihmë ose kanë nevojë për makinë ose kanë nevojë ku diun për gjërat e janë shumë gatshëm banorët. S'ka rëndësi se të kush është ka flan ose të kush kanë. Rëndësi ka me animue se ka në theth. Ka plot raste për shembull si njerëzit gatrojnë rrugën nëpër male edhe banorët janë të gatshëm çdo moment me ikë me ndihmë kur vjen policia ose emergjencat nga qyteti, ata i kanë zbrit edhe janë në fshat.
sa e bukur, ja, edhe mua më bëri përshtypje kur e pyeta kush kë ke komshi, po tha këtë vilën tha janë njerëz shumë mirë. Nuk po the që si një, po the janë njerëz shumë të mirë. Po ne gjithë këto jemi për një racë, jemi një kur të vinë thelbi jemi fis, a kupton, jemi gjithë kumar, kushim me një tjetrin. Na kena këtë se këto thethi ka mbi 400 vite dhe Allah na i kena gjana se na nuk martohen me tjetrin, Allah jemi si një familje. Në thet? Ja. Nuk merret nuse në brenda thetit? Ja. Po martuarin ju? I marrim prej vendeve tjera. Nga i merr? Po nga fshatna tjera, Ti nga e ke marrë nuse? Nga qyteti. Nga cili qytet? Nga Shkodra ke marrë ti? Shkodra. A ke nuse në Shkodranë ti? Sepse në thet nuk mund martohesh me Njëri me tëndin, e ke tjetrin gjak nuk thua ti, Po, nuk është e ke qoftë, e ke tëndin. diçka lidh me njëri me tjetrin. Shi, kështu që ti s'ja bëre kur u martove, zbrita Shkodër edhe the do zgjedh tani. Po, sa dur, ku dush me gjetë. Se ti sa afër është Shkodra se keni ide. Thethi është kaq afër. Ky thethi që mua më duket dikur, ktheu. Futu e zbrit, nuk e di, më duket çudi e madhe tani ku është ke dera. Varet edhe si ecë, edhe se sa trafik ka, po për një orë pak e bën. Në moment që ka rruga është Po mbura re